Në Zelandën e Re fillon kthimi i trupave të viktimave nga sulmet në xhami. Në Slovaki, kandidatja presidenciale kritike e qeverisë fiton bindshëm në raundin e parë të zgjedhjeve. Një ushtar izraelit vritet dhe 2 civil plagosen nga një sulm me thik dhe armë zjarri. Mirëmbrëma dhe mirë se vini në programin e Zërit Amerikës Ditare. Unë jam Kejda Kostreci. Në Shqipëri, policia njoftoi se ka arrestuar 14 persona, ndërsa 7 të tjerë janë në kërkim për veprime të dhunshme me institucionet kushtetuese mbi policinë dhe për shkatrimin e pronës. Në Serbi, protestat vazhduan sot para presidencës një ditë pasi demonstruesit hynë në televizionin shtetëror në shenjë pakënaqësie me qasjen e një anshme të këtij televizioni. Pilot të aeronautikës nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi po zhvillojnë në Gjirokastër një kampionat kombëtar të fluturimeve nga ajri. Dhe zona e Malësisë në Malin e Zi është e njohur për trashëgiminë historike dhe arkeologjike, dhe ekspertët thonë se evidentimi dhe mbrojtja e monumenteve kulturore është e një rëndësie të veçantë. Në Zelandën e Re, policia tha se numri të vdekurve në vrasjet masive në 2 xhami të qytetit Christchurch ka arritur në 50. 50 persona të tjerë mbetën të plagosur nga të shtonat. 36 persona janë ende në spital, nga të cilët 2 në gjendje kritike. Komisioneri i policisë së Zelandës së Re, Mike Bush, tha sot se trupi të paktën njërës prej viktimave të vrasjeve masive të premte në 2 xhami do t'i jepet familjes. Drejtuesja e zyrës mjeko-ligjore Deborah Marshall tha se autoritetet janë duke punuar me shpejtësi për siguruar identifikimin e saktë të viktimave. Nuk mund të ketë asgjë më të keqe se sa t'i japësh trupin e gabuar familjes së gabuar. Kemi parë nga përvoja jashtë vendit se kur përpiqesh të përshpejtosh procesin apo të anashkalosh hapat e dur, ndos pikërisht ajo që nuk duhet të ndodhë. Kryeministria e Zelandës së Re, Jacinda Ardern, tha të dielën se ajo ishte një nga më shumë se 30 persona të cilëve ju është dërguar manifesti nacionalist prej 74 faqesh nga i dyshuari për vrasjet 9 minuta para sulmeve të tij terroriste në 2 xhami të Zelandës së Re. Nuk përfshihej vendi apo hollësi specifike. U këshillova brenda 2 minutave nga marrja e tij, të paktën në zyrën time, dhe mesazhi ju përsoll drejt për së drejti zyrës së sigurisë parlamentare. Dua t'u siguroj se nëse do të ishin dhënë detaje, do të kishim vepruar menjëherë. Zonja Ardern tha se 28 vjeçari Brenton Tarrant, një qytetar australian dhe nacionalist i bardh i veçshpallur, i akuzuar për vrasjet masive, do të përballet me sistemin e drejtësisë së Zelandës së Re. Tarrant dënon myslimanët dhe i quan emigrantët pushtues në manifest. Kryeministri pohoi disa herë gjatë konferencës së shtypit të dielën pasdite se do të ketë ndryshime në ligjet e armëve. Numri të vdekurve nga vrasja masive në 2 xhamit e Zelandës së Re të premten shkoi në 50 pasi punonjësit e emergjencës gjetën një trup tjetër në një nga skenat e krimit. Kritikja e qeverisë Zuzana Kaputova siguroi një fitore të konsiderueshme ndaj kandidatit të partisë në pushtet në raundin e parë të zgjedhjeve presidenciale në Slovaki. Një hap që e bën pothuajse të sigurt zgjedhjen e saj si e para presidente grua e vendit. Rezultatet zyrtare tregojnë se zonja Kaputova ka siguruar mbi 2/3 e votave të rivalit të saj, Maroš Sefcović, një shenjë se elektorati ka refuzuar klasën tradicionale politike pas vrasjes tronditëse vitin e kaluar të një gazetari investigativ që po hetonte korrupsionin. Avokatja e mjedisit, një liberale që siguroi 40% të votës, shkon tani drejt raundit të dytë në garën me nënpresidentin e Komisionit Evropian Sefcović, që mori vetëm 19% të votës. Rezultati ka gjasa të sinjalizojë një rënje për partinë në pushtet Smer SD para zgjedhjeve të përgjithshme të vitit të ardhshëm. Ushtria izraelite tha se një ushtar izraelit ka humbur jetën dhe 2 civil janë plagosur rënd kur një palestines ndërmori një sulm me thik dhe me armë zjarri.
Ushtria tha se incidenti ndodhi pranë kryqëzimit Ariel në jug-perëndim të qytetit palestinez Nablus. Izraeli tha se autori i sulmit e goditi dhe vrau ushtarin me thik. Ai më pas mori armën e tij dhe hapi zjarr ndaj automjeteve që po kalonin duke plagosur 2 civil. Ushtria është në kërkim të autorit të sulmit. Senatorja demokrate Kirsten Gillibrand e New Yorkut filloi fushatën presidenciale në përpjekje për të siguruar emërimin e partisë së saj përballë presidentit Donald Trump në zgjedhjet e vitit 2020. Ajo filloi zyrtarisht fushatën sot, jo me ndonjë fjalim të madh, por duke lëshuar një video që shtron pyetjen a do të fitojë guximi. Na duhet një udhëheqës që të bëjë zgjedhje të mëdha dhe të guximshme, dikush që nuk ka frikë nga përparimi, thot ajo në video. Senatorja Gillibrand pritet ta mbajë fjalimin e parë të rëndësishëm javën e ardhshme para hotelit Trump International në New York. Zonja Gillibrand hyn në radhët e një grupi të madh kandidatësh demokrat që përfshin mes të tjerësh disa nga anëtarët e tjera të Kongresit si Elizabeth Warren, Amy Klobuchar, Kamala Harris dhe Tulsi Gabbard. Në Shqipëri, policia njoftoi se ka arrestuar 14 persona, ndërsa 7 të tjerë janë në kërkim për veprime të dhunshme mbi institucionet kushtetuese, mbi policinë dhe për shkatrimin e pronës. Por 11 pjesëmarrës të tjerë në protestë ka nisur procedimi penal në gjendje të lirë. I njëjti vendim është marrë edhe për sekretarin e përgjithshëm të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi, si personi që në emër të kësaj force politike kishte kërkuar lejen. Policia shpjegoi se veprimet procedurale janë kryer në bazë të një analize të pamjeve filmike, raport shërbimeve si dhe provave të tjera të mbledhura nga grupi hetimor. Nga ana e saj, Partia Demokratike akuzoi dje policinë se përshkallëzoi dhunën e paprovokuar ndaj protestuesve. Protesta e opozitës nisi para godinës së qeverisë dhe pasoi me 2 marshime rreth e qark zonës, duke simbolizuar rrethimin e saj. Më pas, ajo u postua para parlamentit, ku një grup protestuesish u konfrontuan me policinë, duke tentuar të çajnë rreshtimin e tyre para hyrjes qendrore. Policia përdori gazin lotësjellës dhe pompat e ujit për të shpërndar pjesëmarrësit. Gjatë protestës, 3 punonjës të policisë mbetën të lënduar, ndërsa disa qytetarë ju drejtuan ndihmës mjekësore për shkak të efekteve të gazit lotësjellës. Mira vetë në Beograd u hodhen në protesta në mesditën e sotme para ndërtesës së presidencës së Serbisë, në kohën kur presidenti serb Aleksandar Vučić po i drejtohej vendit një ditë pasi grupe qytetarësh hynë në ndërtesën e televizionit shtetëror në shenjë pakënaqësie me qasjen e një anshme nga ana e këtij televizioni. Presidenti serb tha se nuk do të lejohet askush të kërcënojë Serbinë me dhunë, ndërsa i cilësoi si fashist disa nga drejtuesit e opozitës serbe. Forcat mëdha policie rrethuan për disa orë me radhë ndërtesën e presidencës serbe dhe hodhën gaz lotësjellës ndaj një grupi protestuesish të cilët kërkuan dorëheqjen e presidentit serb. Dje policia ndërhyri në ndërtesën e televizionit shtetëror dhe nxori prej andej grupet e protestuesve, përfshirë dhe disa udhëheqës opozitar, të cilët kërkonin që t'u jepej hapësirë në emisionet qendrore të lajmeve. Drejtuesit e opozitës thanë se policia përdori dhunë ndaj protestuesve paqësor. Ky ishte incidenti më i rënd pas disa muajsh protesta kundër presidentit serb. Protestuesit përveç dorëheqjes së zotit Vučić po kërkojnë zgjedhje dhe media të lira dhe më shumë demokraci. Kritikët e akuzojnë presidentin Vučić për vendosje të autokracisë përmes kontrollimit të rreptë të medias dhe nxitjes së gjuhës së urrëties ndaj kundërshtarëve. Ai ka hedhur poshtë këto akuza. Ish nacionalisti i skajshëm Aleksandar Vučić thotë se synon të anëtarsojë Serbinë në Bashkimin Evropian. Zona malore e Dukagjinit në Bashkinë e Shkodrës prej më shumë se 20 vitesh ka qenë një ndër zonat më problematike për kultivimin dhe trafikimin e bimëve narkotike.
Vetëm në njërën nga 4 njësitë administrative të kësaj zone në Pult janë dënuar me burgim 23 banor për kultivim dhe trafikim të drogës. Kjo ka shtyrë administratën vendore të ndërmarrë një program për të nxitur zhvillimin ekonomik të Pultit përmes shfrytëzimit të traditës dhe pasurive natyrore të vetë zonës. Korespondenti i Zërit Amerikës Plum Sulo përgatiti kronikën. Pulti me 7 fshatrat e tij është një nga 4 njësitë administrative të zonës së thellëmalore të Dugagjinit në Bashkinë e Shkodrës. Për shkak të nivelit të lartë të varfërisë, vështirësive të terrenit malor, por edhe mungesës së shërbimeve sociale dhe shëndetësore, një pjesë e banorëve u larguan gjatë viteve drejt zonave të tjera të vendit, ndërsa një pjesë nisën të merren me kultivimin e bimëve narkotike për të shpëtuar varfërisë. Kryetari i kësaj njësie administrative Ton Marku thotë se kjo ndëshkojron një pjesë të familjeve të Pultit, pasi në operacionet e një pasnjëshme të policisë u arrestuan disa prej banorëve. Zona e Pultit ka rreth 23 vjet dënum, që ky dënim shkon rreth 170 vite burg. Edhe po llogarisin shpenzimet që i paguajnë taksa paguesi shqiptar ose shteti për të marrë atë burgosën shkon rreth 37 milion lira, barabartë me 30 vjet trajtohet Pulti me nim ekonomike nëse shteti do t'i kursete edhe nuk do të prapte ky fenomen. Sipas drejtorit të policisë së Shkodrës Vebi Bushatit, synimi i policisë është parandalimi i kultivimit të bimëve narkotike si një veprimtari kriminale që dëmton jo vetëm individët, por edhe komunitetin. Ndaj policia po bashkëpunon me njësitë e qeverisjes vendore dhe vetë komunitetet lokale. Ne kemi detyrim që t'u bëjmë të qartë të gjithëve, që askush nuk do t'i shpëtojë ndëshkimit ligjit nëse do të tentoj ta zhvillojë këtë aktivitet. Jo vetëm në zona malore që tani kanë shkuar në kufit e maja më të larta dhe dëshmitarë janë punojësit e policisë dhe monitorimet që janë bërë që dhe në ato maja janë goditur këto mini parcela, se si vjetë për të faktit nuk kishin parcela, po mini parcela, por kujdes të veçantë duhet i kushtojmë kultivimit në ambiente të mbyllura. Për t'ju larguar kësaj situate problematike, njësia administrative e Pultit ka hartuar një program për zhvillimin e zonës duke mbështetur shfrytëzimin e traditës dhe pasurive natyrore të zonës. Njësia e Pultit ka hartuar edhe një projekt për si ta luftojmë këtë fenomen, këtë koncert që në zonën e Pultit nëpërmes punësimit që forcat e punës të lanë këtë lloj helmit edhe të merren me rritjen e mirëqenies nëpërmes punësimit. Këtë projekt do t'ia paraqisim gjitha institucioneve, gjitha donatorëve edhe ku do të kërkojmë mbështetje nga gjitha organet e pushtetit qendror që njerëzit t'i punësojmë edhe ta zhdukum këtë fenomen nga zona e Pultit. Reforma administrative territoriale e 4 vite më parë, e cila qojnë shkrirjen e komunave dhe zgjerimin e territorit të bashkive, ka zvogluar interesimin e administratave vendore ndaj zonave të tilla si Pulti, ku investimet tashmë thuajse mungojnë plotësisht, ashtu si dhe shërbimet sociale. Ndaj sipas administratorit të Pultit, duhet drejtuar më shumë vëmendje ndaj zonave të tilla të larta dhe të varfra për t'i larguar banorët e tyre nga kriminaliteti. Për Zërin e Amerikës nga Shkodra, Plum Sulo. Pilot aeronautikës nga Shqipëria, Kosova, Maqedonia dhe Malizi po zhvillojnë në Gjirokastër një kampionat kombëtar të fluturimeve nga ajri. Sipas organizatorëve, Lugina e Drinos është një nga hapësirat më të mira për këtë sport dhe aktivistët thonë se duhet ruajtur nga ndërtimet. Fluturimet nga ajri krahas tërheqjes së mjaft prej pilotëve shërbejnë sidomos për të nxitur turizmin në hapësirat shqiptare. Korespondenti Raimond Kola sjell hollësitë. Në një fushë të blertë ku sapo ka nisur të çel bari në rrethinat e Gjirokastrës në jug të Shqipërisë, Lorina ka ardhur me bashkëshortin dhe vajzën e saj 2 vjeçare për të fluturuar në ajër. Ajo thotë se pasioni për fluturimin po i mëson shumë gjëra. I vlerësoj më shumë malet tani, domethënë që kur kam filluar këtë sport, kam arritur të pëlqej erën, domethënë është një fenomen që ne nuk kemi pasur ndonjë preferencë më përpara, domethënë tani e vlerësoj se më duhet. Pasi niset nga kodra, fluturimi shkon mbar dhe Lorina zbret e sigurt në tokë. Kampionati 8 kombëtar i Open Air Gjirokastra po zhvillohet në këtë lugin me përfaqësues nga Kosova, Shqipëria, Maqedonia, Malizi
dhe madje dhe Kanadaja. Alketi Islami, që e nisi 8 vite më parë këtë nismë, thotë se tani ndihet mjaft mirë, pasi jo vetëm ka prodhuar një interesim të gjerë, por po shërben si një formë edhe për nxitjen e turizmit në Gjirokastër. Ne jemi pioner të turizmit sportiv Gjirokastrës dhe kemi vite që po e demonstrojmë dhe normalisht ky vend Asim Zeneli, që ajupi lartë, janë poligone që nuk duhen humbur, duhen ruajtur, sepse janë e ardhmja, janë stadiumet e sporteve të ajrit, plus aerodromi Gjirokastrës. Janë asete që nuk përsëriten më. Ndërsa Safet Sula thotë se ka ardhur nga Kosova, ku ky sport po gjen interes, fale dhe bashkëpunimit të Federatës Kosovës me aviacionin civil. Në Kosovë, vitet e fundit, ka marrë një hovë begit mirë edhe për mosa shumë të mira, edhe ka të interesuar prej trive. Jashtëzakonisht është interesimi i madh 2 vitet e fundit, po është një përparësi që në Kosovë është komplet e rregulluar në kodrat Federatës të Kosovës dhe aviacionit civil të Kosovës. Çdo sen është e kontrolluar nga aviacioni civil i Kosovës. Edhe ajo na bën të ndihemi shumë të mirë. Organizatorët synojnë që ta përhapin këtë sport dhe Aleksandër Pesha, një nga organizatorët vendor, thotë se synojnë të zhvillojnë në Gjirokastër më shumë aktivitete, si në nivel kombëtar dhe më gjerë. Ashtu siç ne kemi ndërim që të bëhet një kampionat evropian këtu, pasi i plotson gjitha kushtet në infrastrukturë dhe gjitha akomodimet tashmë është viti 8 nuk është më problem. Dhe është si thua, janë dhe dallandyqet e para të turizmit në Gjirokastër dhe të sezonit turistik. Fluturimet nga ajri po ndihmojnë që pilotët her pas here të kryejnë regjistrime dhe fotografime të pejsazheve shqiptare për t'i parapur ato përmes internetit dhe nxitur turistët vendas dhe të huaj që të vizitojnë Shqipërinë. Vendi duket më i bukur nga ajri se nga toka, thonë pilotët, dhe Shqipëria është mbreslënse sidomos për pejsazhet e maleve. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola. Kosova ka të regjistruara më shumë se 1500 objekte të trashëgimisë kulturore të periudhave të ndryshme historike të saj. Por ruajtja dhe shfrytëzimi i tyre, posaçërisht të monumenteve, vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e vendit. Kjo vështirësohet edhe me mosantarësimin e Kosovës në organizatën e UNESCO-s, e cila megjithatë ka përfshirë në listën e monumenteve të mbrojtura 3 objekte të trashëgimisë kulturore në Kosovë. Nga Prishtina njofton korespondenti ynë Leonat Shehu. Kosova njihet si vend i pasur me trashëgimi kulturore që përfshin monumente, muze dhe gjetje të ndryshme arkeologjike, por ruajtja dhe shfrytëzimi i tyre vazhdon të mbetet sfidë për institucionet e vendit. Instituti i Kosovës për mbrojtjen e monumenteve është përballur që nga pas lufta me sfida të shumta për ruajtjen e monumenteve nga ndërtimet e reja. Sipas ligjit, çdo ndërtim i ri duhet të jetë 50 metra larg nga objektet e ruajtura të trashëgimisë kulturore. Ismet Hajrullahu, që drejton këtë institut, thotë se mungesa e shënimit të zonave mbrojtëse në Kosovë mbetet sfida kryesore. Dhe kjo mungesë e definimit të zonave mbrojtëseve shpeshherë na vjen para një përgjegjësie të madhe, sepse mungesa e një urbanizimi nëpër qytetet tona shpeshherë bie ndesh me ligjin e trashëgimisë kulturore. Pra, jepin leje për ndërtime afër aseteve të trashëgimisë kulturore. Kosova ka të regjistruar më shumë se 1500 objekte të trashëgimisë kulturore të periudhave të ndryshme historike të saj, mirëmbajtja e tyre kurrëzohet shpesh nga mungesa e buxhetit, ndërsa një rol të rëndësishëm luan mbështetja ndërkombëtare. Zoti Hajrullahu thotë se aktualisht Kosova po përballet edhe me mungesë të kuadrove të reja lidhur me fushat e caktuara të trashëgimisë kulturore. Kjo është një çështje tepër e ndjeshme dhe unë mendoj që Universiteti i Kosovës ndoshta do duhej ose Ministria e Arsimit do duhej të punonte në këtë fushë, në kurrikulumet të tyre të kenë para edhe një pjesë, një segment që të ndërtojnë vend të ndryshme për trashëgiminë kulturore. Zoti Hajrullahu thotë se një sfidë tjetër për vendin mbetet mosantarësimi i Kosovës në UNESCO, pasi që kjo do të ndihmonte edhe më shumë në ruajtjen dhe kultivimin e trashëgimisë kulturore. Kosova është shumë e pasur në fakt me monumente të rëndësishme të trashëgimisë kulturore. Kosova, ju e dini që nuk është pjesë anëtare e UNESCO-s, megjithatë në Kosovë janë të mbrojtura nga UNESCO 3 objekte, 3 asete të trashëgimisë kulturore. Në nëntor të vitit 2015, Kosova dështoi të anëtarësohet në UNESCO pas kundërshtimit të ashpër të Serbisë dhe aleatëve të saj.
Beogradi kundërshton antarësimin e Kosovës në UNESCO, duke ngulur këmbë se siç thuhet kishat dhe manastiret ortodokse në Kosovë takojnë trashëgimisë dhe pronës së kishës ortodokse serbe. Autoritetet në Kosovë thonë se me antarësimin në UNESCO, Kosova do të rreshtë standardet e ruajtjes dhe të garantimit të trashëgimisë kulturore, përfshi respektimin e statusit të trashëgimisë dhe të pronës së kishës ortodokse serbe. Për Zërin e Amerikës, Leonard Shehu, Prishtinë. Zona e Malësisë në Malin e Zi është e njohur për trashëgiminë historike dhe arkeologjike që datojnë që nga koha ilire. Ekspertët thonë se evidentimi dhe mbrojtja e këtyre monumenteve kulturore është një rëndësie të veçantë, pasi paraqet identifikimin dhe dokumentimin e historisë dhe të kulturës së zonës së Malësisë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës Ali Salaj përgatiti kronikën. Evidentimi dhe mbrojtja monumenteve të kulturës në zonën e Malësisë në Malin e Zi mbetet objektivi kryesor i arkeologëve dhe të njohësve tjerë të kësaj fushe. Ata cilësojnë si detyrë themelore të institucioneve publike në Malë të Zi mbrojtjen, konservimin, restaurimin dhe promovimin e trashëgimisë kulturore materiale në të gjithë territorin e Malësisë. Arkeologu Anton Lëlgjure vënë duke rëndësinë e mbrojtjes të monumenteve kulturore të cilat ditës po zhduken. Malësia është një zonë shumë e pasur dhe shumë monumente janë mëshirën e fatit. Edhe ato janë duke u shkatru si nga faktori njerëzor, po edhe nga faktori i kohës, rreshjeve atmosferike, klimaterike. Kështu që gjatë temës time të magjistraturës dhe doktoraturës unë kam evidentuar një pjesë të madhe të këtyre monumenteve dhe mendojmë që në një fazë të ardhshme do t'ja këtë listë monumentesh do t'ja dorëzoj entit për mbrojtjen e monumenteve, kështu që të ketë një listë më të plotë dhe kështu ato të mbrohen nga ana ligjore. Arkeologu Lëlgjure dëshmon për monumente të rëndësishme arkeologjike të periudhës ilire, siç janë varrezat, vendbanimet e derit e fortifikatat të ndryshme. Ka periudha ilire janë shumë të mirënjohur tumat, domethënë varret ilire, cilat janë një numër shumë të madh në këtë pjesën e rreth liçenit Shkodrës, sidomos në Malësi. Dhe janë dy fortifikime shumë të njohura siç është Samobori dhe Gjyteza përmi Dinosh. Këto dy janë edhe në literaturën shkencore, por janë shumë pak të njohur në anën e prezantimeve dhe publikimeve. Kështu që ka nevojë më shumë të publikohet për to, po edhe në një farë mënyrë të mbrohen. Në këtë kuadër, shoqata Lebatet nga Malësia është angazhuar në mënyrë të vazhdueshme në aktualizimin dhe animimin e opinionit për gjendjen e monumenteve në këtë zonë. Neve si shoqatë e kemi si objektiv, pra me statut të themi, me rregulloret tona, që s'pakut t'i aktualizojmë dhe në këtë formë s'pakut gazetareske, në formë të informacioneve të ndryshme përmes mediave elektronike apo edhe mediave të shkruara, që ta animojmë pak edhe ndoshta të prekim dikën në ndjenjat e tyre që të veprojnë në këtë drejtim. Trashëgimia historike dhe arkeologjike e zonës së Malësisë në Malë të Zi ka një rëndësi të veçantë dhe shërben si pikë referimi në aspektin e identifikimit dhe dokumentimit të periudhave të rëndësishme historike në këtë zonë. Për Zërin e Amerikës nga Malësia, Ali Salaj. Kopshtet e varura të Babilonisë janë fjalë që nxisin imazhe plot ngjyra të pasurive të humbura. Ndërsa vazhdon debati se ku ka qenë vendodhja e këtyre kopshteve apo nëse ato kanë ekzistuar ndonjëherë, ulëmtuesit kanë mbledhur material pas dekada kërkimesh për të krijuar atë që ata mendojnë të jetë portretizimi më mahnitës dhe i saktë i idesë së kopshteve kur ato ndërtuan 2500 vjet më parë. Korrespondenti i Zërit të Amerikës, Henry Ridgwell, njofton. Një kopsht i njohur në të gjithë botën për bukurinë e tij, një emër tani sinonim për pasuritë e zhdukura të një mbretërie të lashtë. Ky animacion thuhet jetë përfytyrimi më i afërt që ekziston i kopshteve të varura të Babilonisë. Projekti i krijuar nga shkencëtarët e Universitetit Northampton bazohet mbi ulëmtimet mbi 20 vjeçara. Kjo nuk është krijuar nga imagjinata e një artisti, por nga arkeologët bazuar në prova.
Kopshtet u ndërtuan nga mbreti Nebukadnecar, sundimtar i perandorisë neo-babiloniane, rreth vitit 600 para Krishtit. Dorëshkrimet lashta greke i përshkruajnë kopshtet si një nga 7 mrekullitë e botës dhe mbijetuan për qindra vjet. Historikisht ato mendohet se shtrieshin në qytetin e lashtë të Babilonisë në jug të Bagdadit të sotëm. Por disa studiues tani besojnë se kopshtet ishin vendosur më në veri, në atë që sot është provinca Nineve e Irakut, rreth qytetit të Mosulit. We don't know exactly where the site is. Nuk e dim saktësisht ku është vendi. Unë kam bërë një sugjerim. Vendi ka qenë në perandorinë asiriane. Nuk e dim sa zgjati kopshti. The garden lasted. Mosuli dhe zonat rrethuese u shkatruan gjatë betejës kundër shtetit islamik. Me ndihmën e fondacionit Amar, që synon të rindërtojë komunitetet e shkatruara nga konflikti, historianët shpresojnë të zgjerojnë kërkimet e tyre. Është diçka pozitive dhe ka një ndikim social të cilin po përpiqemi të theksojmë, pasi bëjmë lidhjen me të kaluarën. Njerëzit e humbasin këtë lidhje për shkak të shumë luftrave që kanë ndodhur dhe kjo është për të ardhur keq. A mundet që këto botë virtuale të zbulohen një ditë në realitet? Nuk mendoj se do të ishte e mundur të gjendet kopshti tani. Kemi disa pajisje të ndjeshmërisë në tokë që mund të ndihmojnë, por njerëzit kanë hequr gurët dhe i kanë vendosur në shtëpitë e tyre. Pra çdo gjë që ishte gur atje është plaçkitur shumë kohë më parë. Megjithatë ka shpresa se projekti do të ndihmojë në edukimin dhe vlerësimin e mëtejshëm të trashëgimisë së pasur kulturore të Irakut. Ju njohim tani me një aplikacion që ndihmon në zgjedhjen e restorantit në bazë të nivelit të zhurmës. Është kodarke në restorantin Gabriel në New York, i cili është mbushur me gjallëri. Mes gjithë asaj zhurme, është e vështirë të kuptosh që klientët gjithashtu mund të dëgjojnë njëri tjetrin. Të gjitha pllakat e tavanit janë rezistente ndaj zhurmës, edhe kjo pllaka mbi kokën time e bllokon zhurmën. E njëjta gjë në kuzhinë. Restoranti Gabriel është përfshirë në listën e restoranteve të qetë, ku bëjnë pjesë ato lokale ku zhurma nuk ofrohet në menu. Lista bëhet e mundur nga aplikacioni Soundprint. Soundprint është krijuar për të gjithë ata që shkojnë në restorant me familjarët apo me një të dashur dhe që duan të jenë në gjendje të dëgjojnë se ç'thon personat e tjerë në tryezë dhe që detyrohen të flasin me zë të lartë. Aplikacioni në iPhone lejon përdoruesit që të vlerësojnë nivelin e zhurmës në çdo restorant. Nën 71 decibel konsiderohet i qetë, 71 deri 75 konsiderohet i moderuar, 75 deri 79 konsiderohet i zhurmshëm dhe mbi 80 konsiderohet tepër i lartë. Kontrollet e nivelit të zhurmës kombinohen dhe gjendet një mesatare dhe pas kësaj klientët gjejnë një listë restorantesh që radhiten sipas zhurmës. Përfitimet shkojnë përtej një darke të qetë. Nëse jeni në një ambient me shumë zhurmë për periudha të gjata, të dëmtohet dëgjimi. Pronari Gabriel Aiello e konfirmon këtë duke u nisur nga përvoja e tij në një restorant tjetër para se të hapte të vetin. Kishte dysheme prej druri dhe tavan metalik dhe gjatë fundjavave, nga që ishim shumë të zënë, kur shtrihesha natën, më buqisnin veshët. Tani zhurma që dëgjon Aiello është ajo e kasave të pagesës dhe ai thotë se niveli më i ulët i zhurmës është i mirë për biznesin. Rezultati është Këtu ndahemi së bashku, natë e mirë dhe mirupafshim.